Tani, ju lexuat një fjalë, mbajtet një fjalë në Kavaj para disa ditësh, para disa kohësh, për një hero, për një dëshmor, Indrit Sara nga Kavaja, iku nga Anglia, ku ishte refugjat, ishte emigrant, dhe rrëmbeu armën dhe shkoi u bashkua UÇK-s. Do thënë, edhe fjala që keni mbajtur ju shumë emocionuese, edhe atë e kam ndjekur. Do doja edhe për Indrit Sarën, dëshmorin Kavajas, diçka. Para kësaj figure, me thënë drejtën, jam i pa teksti, pa fuqi që të shprehim. Pa tekst, Nuk çka do që thuash, do me thënë është pak. Pse? Është simbol, është madhështor, është gjithçka që duhet thuhet, është ky. Është lidhje fuqishme që do ketë mes nesh gjithmonë, sepse Indriti, drit i pas shpirti, mund të rrinte në Londër edhe nuk do ta kuptonim as ti as unë, as kush se ndajti në Londër. Po diçka e brendshme i tha që të niset, sepse një pjesë e kombit, që dhe tash pa më, një pjesë e kombit ka nevojë për ndihmën e tij dhe të tjerëve. Dhe erdhi një fshat Suarekës dhe ra në altarin e lirisë. Shtatorja ishte një renovim, një punë mrekullueshme e kryetarit Qosja dhe Bashkisë së Kavajës. Në atë ceremoni, atë ditë, u mblodhen personalitetet më të larta të shtetit shqiptar, por edhe nga Kosova. Kishte edhe ministri mbrojtjes, edhe në disa zyrtarë të tjerë, edhe Begaj, presidenti i Republikës. Ato ditë kryetare e Kuvendit, zonja Spiropali, unë pata nderin që të them disa fjalë nga ato që cituat ju, dhe gjithmonë janë pa mjaftueshme. Por ajo që thash është se tash e tutje Indriti nuk ka nevojë për neve, na kemi nevojë për te. Shëmbëltyra e tij, simbolika e tij na duhen dhe do të na duhen gjithmonë. Dhe ju thash ka vajzëve të mbledhur se do jetë si një pikë pelegrinazhi dhe një engjëll ruajtës për qytetin tuaj, të mrekullueshëm, dhe një vend ku shkohet edhe për reflektim, që të shohin njerëzit edhe vetveten, domethënë përballë një figure të tillë. Kjo ishte një moment i veçantë dhe bën punën e mirë që edhe shtatorën e kanë bërë në mënyrën si e meriton, edhe në mënyrë si zgjidhje artistike. Natyrisht që tek ky monument unë kam shkuar edhe në raste të tjera, në përvjetorët e tij, por kjo ishte pak më madhështore si organizim. Foto tjetër? Çfarë ishte ai 24 marsi vitin 1999? 24 marsi ishte një moment historik. Sepse kjo është një ditë më pas, do të thënë. Një moment historik, një moment ku demokracia perëndimore, Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleatët, Britania e Madhe, NATO-ja vet, unë besoj që bën veprimin që do t'i nderoj gjithmonë në histori, sepse ndërhyn për shpëtuar një popull nga më e keqja, nga shfarosja, nga gjenocidi, që po përgatitej dhe po realizohej tashmë një pjesë të madhe të Kosovës. A është një moment madhështor kur ju vu pik një marrëzie që po ndodhte në Ballkan, në drejtimin e kasapit të Ballkanit, dhe është një moment sublim cilin po ashtu duhet kujtuar gjithmonë me respekt të jashtëzakonshëm dhe t'ju flitet edhe brezave se çka ndodhi atë ditë dhe pse ndodhi ajo ngjarje. Duhet nderohen edhe komandantët edhe presidentet edhe gjithë ata që nuk patën dilemë të vinë në ndihmë popullit shqiptar të Kosovës në para një rreziku aq serioz. Domethënë kjo është komenti më i shkurtër, ndërsa sigurisht që ka edhe libra të tëra që janë shkruar për këtë ngjarje, për këtë ndërhyrje, madje edhe aspektet ushtarake të veprimit edhe kështu me radhë. Foto tjetër? Zoti ambasador, ky është personi me cilin më i rëndësishëm që ju keni dalë në fotografi? Nuk mund të them më e rëndësishëm, kam plot personalitete të rëndësishme, edhe ky është ndër
të tilla për shkak se ka dhe një simbolik të fuqishme Për Kosovën. që në momentin e duhur u ndodh në vendin. Tani, t'ja u themi këtyre që se kanë idem fare historinë e Kosovës, por na ndjekin disa. Por kush është ky njeri ti themi? Pra, është një figurë madhështore i cili, siç e nisa, në momentin e duhur u ndodh në vendin e duhur Dhe bëri gjën e duhur. dhe bëri gjën e duhur. Bravo, sepse nuk pati hamendje sa i pa vetë me sytë e tij. Masakrën që kështë ndodhur, William Walker. ai nuk u hamen siç din nga njëherë diplomacia ndërkombëtare që Shumë e bukur ka. ketë hezitime Për dridhur këtej e dridhur andej. por e quajti me emrin e vërtet. Dhe pastaj kjo është hapja e një kapitulli të ri i cili u realizua siç është realizuar. E kam takuar disa herë. Ky është një takim në Tiranë, në Shqipëri, në një moment kur ai ishte këtu për një vizitë ku po nderohej. Ka hedhur dorën qafë? Po, unë Me ta hedh William Walker Crown qafë tani. Por s'më dha shansën që edhe unë t'ja hedh dorën se Po ç'të të ka bllokuar ty ai? është një nga ato momente që ti ndihesh mirë pse je në këtë punë. Domethënë ti jep atë rasti Shumë e bukur, shumë. të kontaktosh. Ndihesh mirë pse je në këtë punë. Po, sepse ti jep atë rasti të kontaktosh edhe figura që jo vetëm e din historinë, po e kanë bërë historinë, siç ndodhi edhe me rastin e Reçakut dhe figurën e tij madhështore. Foto tjetër? Këtu je me gjeniun Ismail Kadare. Absolutisht një moment tjetër, po ashtu që them mirë që isha ambasador në një moment kur erdhi në zyrën time në ambasadë. Në ambasadën, po? Unë pata fatin që të takohem gjatë këtij qëndrimi në Tiranë me disa miq të përbashkët. Botues të tij, domethënë Bujar Udhri. Udhri, pastaj Loloçi, pastaj Shaban Murati, Indjeri, takoheshin shpesh te vendi i tij i preferuar, te Juvenilia, dhe në një moment pati një iniciativë nga Kosova, një klub letrar i një rajonit Kosovës, që është Ana Morava, pra Gjilani, të cilët shfaqën dëshirën të japin një çmim veçantë më të lartë të asaj ane, më kujtohet, Beqir Musliu, dhe organizimi u bë nuk ndihej mirë për të udhëtuar në Gjilan, dhe ja thonë këtu. Ata këtë dëshirë kishin, por erdhi ambasada si një zgjidhje më praktike edhe për kënaqësinë. Dhe kjo u bë në ambasadë. Po, edhe bë në ambasadë në zyrën time dhe kjo u bë për kënaqësinë time. E pritëm dhe e nderuam dhe na nderoi dhe madje edhe me mënyrën se si u deklarua pas atij çmimi, sepse disa ditë kishte një lloj komenti do flas, nuk do flas, po nuk po prononcohet, po hesht e tjera, foli. Edhe tha, kjo është moment që nuk harrohet. Ndihem jashtëzakonisht mirë, sepse pa ju ne jemi vetëm enë të zbrazta. Kështu tha, ha? E tha, e kam cituar në Facebookun tim, me thoj... Pa ju? Me thojza është, si që ka thonë ky. Pa ju, ne jemi vetëm enë të zbrazta. Dhe me thonë, neve vlera në shtohet përmes respektit që na bën ju. Sigurisht që krimtaria e tij është e jashtëzakonshme, po për Kosovën çfarë kontributi ka Ismail Kadare? Për Kosovën ka kontribut pa diskutueshëm për mënyrën ku ndodhej në ato kohë, ishte më afër disa qendrave të vendimmarrjes, por paraprakisht kishte bërë kontribut edhe me veprimtarinë e tij letrare, me krushqit të ngrirë, me tri kangëzie, me Raku i mortë u pam, por ngatje dhe në momentin e caktuar edhe Ramboje kur ndodhi me letra dërguar në Washington të personaliteteve të mëdha botërore, bëri diçka që ne të gjithë bashkë nuk e kemi lehtë të bëjmë për shkak të emrit të tij që kishte, ndërsa në çdo situatë ky i nderuari shkrimtari i madh për Kosovën ka bërë gjën e duhur. Letrarët sigurisht kanë mendimet e tyre, kanë edhe vërejtjet e tyre, pse se mori atë çmim që ne gjithë mendojmë që e meriton, por më lejo ta them vetëm edhe një epizod, unë kam qenë në Australi. Po, ambasador. Po, kam udhëheq ambasadën